është përmbyllur procesi i numërimit të votave në KZZ numër 5 në Shkodër, e cila përfshin një zonë të gjerë që nis nga qendra e qytetit dhe shtrihet deri në zonën e ish-fermentimit. Numërimi është zhvilluar në palestrën e shkollës nëntëvjeçare Gjeladin Fishta. Janë numëruar gjithsej 47 kuti votimi dhe sipas rezultateve përfundimtare, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Mallështore me 4537 vota ka dalë forcë e parë në këtë njësi zgjedhore. Pas PD-s rënditen Partia Socialiste me 3878 vota, Partia Social-Demokrate me 932 vota, Partia Mundësia me 200 vota dhe koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 193 vota. Ndërkohë janë regjistruar 303 vota të pavlefshme në KZZ numër 5. Procesi i numërimit ka vijur pa ndërprerje dhe u zhvillua në mënyrë të qetë, pas një incident të raportuar. Numërimi zgjati më pak se 24 orë. Ai ka vijur pa ndërprerje që nga momenti i hapjes së kutive dhe deri në shpalljen e rezultateve përfundimtare, ndërsa ka patur edhe praninë e vëzhguesve dhe përfaqësuesve të partive. Nga 29795 zgjedhës të regjistruar në listë, vetëm rreth 11000 kanë marrë pjesë në votim, duke reflektuar një përqindje të ulët pjesëmarrje në këtë njësi zgjedhore. KZZ numër 5 është një nga të parat që përmbylli procesin e numërimit në Shkodër.